Në një ceremoni somleme të mbajtur në qytetin e Tepelenës, shoqata adetare kulturore Tafil Buzi përuroi shtatoren e patriotit dhe herojt kombëtar Tafil Buzi. Në këtë aktivitet të rëndësishëm morën pjesë akademik, profesor, historian, gazetar, si dhe përfaqësues nga qeveria. Tafil Buzi thashë lëvizja e tij pati një përhapje shumë të gjatë, përfshiu jo vetëm zonën e Tepelenës, të Buzit, të Labërisë, por zonën e Vlorës, të Beratit, ushtrin në Tomoric dhe deri në Kërcyr, Përmet dhe Skrapar. Në të gjitha këto vende, pra, lëvizja e Tafil Buzit, e cila kulmoi me marrjen e Beratit në vitin 1834, pra, u mor Berati nga Kryengrici, ku u ngritë një këshill i posaçëm, një plejsi e posaçme, e cila do drejtonte dhe do organizonte shtrirjen e kryengritjes në të gjithë Shqipërinë. Vendosja e shtatores së tij në qendër të qytetit, vetëm një javë mbas asaj të Petrit Rrugës, i shtoi qytetit tonë një gur tjetër të rënd, por nuk shënon aktin më të fundit të nderimit. Tafil Buzi është nderuar në park, ku ju vendos busi në vendlindjen e tij në bus dhe ku ju akorduan nga presidenti i Republikës titullar deri Komi. Por të sjellë një qasje sintetizuese për të figurë nuk është e lehtë. Ai u rrit ushtarakisht, politikisht e diplomatikisht, me 400 të dy periudhave të pashallajtjeve shqiptare dhe të fillesave të hershme të rilindjes, të cilat edhe pse dominoheshin nga dyshesat, ishin vazhdimi njëra tjetrës, dhe si të tilla fenomene e ngjarje historike, patën shtrihje në këtë 400 periudhash, hodhën premisat e hershme të çështjes kombëtare. Ishte koha ku ndodhin ndryshime progresive në rrafsh perandorak, ballkanik e shqiptar. E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe Ministri e Arsimit dhe Sportit, zonja Mirela Kumbaro, e cila vlerësoi figurën historike të Tafil Buzit. Ishte fantastike se si kjo trevë, labëri e toskëri midis Tepelenës e Memaliajt, ngjis në simbolikën e një personazhi si Tafil Buzi, gjithë atë energjinë e jashtëzakonshme të Vjosës e të maleve rreth saj. Duket sikur në Tepelen, bedenat e Kalas kanë hyrë në një garë që nuk e dia do ta fitojnë dot, kam frikë se jo. Me kë do thoni ju? Është një garë që bëhet midis bedenave të Kalas me shtatoret që zën vend në këtë zonë, ku heronjt konkurrojnë me poetët, ku generalët konkurrojnë me dietarët, ku personazhet e shquar të gjitha feve e besimeve duket se i bekojnë të tërë sa herë kontribuojnë për lirinë. Edhe deputeti Tërmet Peçi shprehu vlerësimet për këtë figurë kombëtare. Emri i tij i lidhur me trimërinë, me urtësinë dhe me dashurinë për atë unë është bërë këngë, është bërë frymëzim për breza të tërë. Ai nuk luftoi për lavdi personale, por për idealin e madh që Shqipëria të çlirohej nga zgjedha osmane dhe të qeverisej prej bijve të saj. Ky përurim vjen si një homazh për kontributin e jashtëzakonshëm të Tafil Buzit në mbrojtje të trojeve shqiptare dhe në përpjekje për liri e drejtësi gjatë shekullit të 19.